vitamina C, po më një prej normal edhe imuniteti, lodhja, plagështia lidhet kryesisht me mungesën vitamine C, po mishrat, problemi i mishit me dhëm, kryesisht është një prej sinjaleve që puna mungon vitamina C, kemi cek edhe më herët që persona që përdorin cigare, për çdo cigare e shpenzojnë 0,35 mg vitamin C, që më thënë këtë dozë duhet me rikuperu pa tjetër, qoftë përmes ushqimit ose qoftë edhe me marrë vitamin C në formë suplementimi, që nënkupton 35 mg mundet me pas një portokall ose një limon. Çdo cigare duhet me hongër një portokall ose një limon për mi kompenzu vlerat e vitamines C që i ka shpenzu, dhe më thonë i ka marë cigarja. Kur jemi të vitamina K, ata duhet për shembull me marë ushqimet që përmbajnë vitamin C, për shembull për momentin i kemi krejt perimet e gjelbërta që përmbajnë vitamin C, frutat për shembull sezonës është dreza që përmbajnë në mas të madhe vitamin C, edhe në çdo kohë për shembull i gjejmë kryesisht të ushqimet, por nëse për shembull e vrejnë vetë më të lodhën, edhe kanë probleme me mishrat të dhëmbëve në sasi më të madhe, atëherë për të rriturit 1000 mg deri në 2000, po mundet me shku edhe deri në 5000 për arsye të rastet e imunitetit shumë dobësume ose të personat që kanë mungesa më të mëdha.